Robert, si mendon, do të ndaj çifti buxhetin apo do e mbaj për veten? Po këto në fakt herën e fundit u treguan shumë zemërgjër, un kam besim dhe shpresim që këto këtë rradh do marrin hak dhe s'do e bëjnë. Bravo, ty jo një. Pra ti shpreson që të mos ta bëjnë, thua. Normal se këto i duhen dinamika se s'kan gjë ndor për me bë më. Puthjes po japin publikut, përçafimet po japin sa më rrallë. M'duket ky ka ndjenja për Selinën nuk e dim, kështu që ta shohin bëjnë gjë për buxhetin tani. Kush ka ndjenja për Selin? Mateo. Man mori shkret. Në një univers paralel të Rogertit. Po, Mateo. Në universin paralel se sa me përkenen. Po. Është mes artistëve dhe nuk e njeh botën e artit dhe thotë pse padeshën e bëre ti me Mateo. Keni fola ty gjysore. Jo, këtë janë vërteta. Bota e artit vjen dhe thotë ke ndjenja për Mateo se padeshka ishte shumë afër. Me zor po pres. Nuk e di çfarë sigurti që padeshka është trup më trup ose dorë më dorë ose dorë me nuk do ndajnë. Dhe vetëm Juela më kupton më kur them atë përgjigje. Me qëra fjalat e Juela, dua të flas pak pikërisht për sepse e nisa dhe pak që të shtunën e kaluar, por po ta shikosh Juelën e fillimit me Juelën e kohëve të fundit, duket sikur janë dy Juela të ndryshme. Po ashtu, Brikena e kishin tek një klip pak më përpara, ka zbuluar edhe diçka që na ka bërë të vështojmë pikpyetjet mbi raportin që Juela ka me Mirin. Duket sikur Juela në bisedat kur ishin shumë afër me Brikenën i ka rrëfyer kësaj të fundit që marrëdhënia e saj me Mirin nuk është aq jo ekzistente. Pra ekziston edhe Miri në një kuptim ka do të mbrojë interesat të Juelës brenda në lojë. Diçka që Juela deri më tani e ka mohuar, megjithatë shohim klipin dhe diskutojmë. Mimo za Shkodra ti je të kuluki, ti je të kuluk si boli. Mu nuk më bezdis prezenca jote, mu prezenca jote më nuk shëran. Neve s'na lidh një krevet. A kupta, raporti jonë është më tej krevetit. Ma shumë shoqëror njerëzor. Unë personalisht, kur jam me ty, kam qenë për shembull me knu, me vaj gore, me keq, edhe këtë gjatë ti nuk e gjej më. Pasar që na dy arrina bashk, të nkohen ti vetëm fol për situatat. Doja ime nuk është me hiperbolizu të gjanat. Ama duhen than. Unë nuk të kam hedh poshtë Brike. Me ty më nuk të kam hedh poshtë. Kështu që të lutem, thjesht besoj që tanit, po jo që do hedh poshtë. Unë nuk jam tabelqiti që një person me më ofendu me hedh hunja, me mu u tregu tradhtare edhe intrigante. Është e parë që fut intriga, nuk shoh vazhdimsi të shoqërisë. Nuk po dele vërtet Briken. Ja, ti ta kam thënë Rogerti dy gjana. Më krejt më thonë se rriti me Rogertin. Apo i duhet aty nëse kena të lidhur në shpirt. Ai është negativ, ai është i keq. Po shumë mirë, ai është. Po shumë mirë. Unë e di që ti je shumë i mirë. Një shoqe si kjo nuk ka nevojë me qenë jetën e Brikenës fare. Një gjë shokun nuk kema kohë për me nete me prit me tar situata, duhet me fillu me sulmu. Ma shumë e nimoj unë Juelën se Juela mu, këtë e pranoj shumë thjesht. Rogerti ka futur në lojën e tij, edhe është të nxjerr anën më të keqe të Juelës. Brigena s'm shef as në sy mu, s'm shef dot në sy. Ti fikliku jot më me mu nuk het se vajtë dash. Ti vendos tash ku flejon me mu zhduk tash për 5 sekonda. Ke shpëtu Juelën pasi ke garatu që grupet e tjera janë eliminu dhe ke dash me dalë si mirë. Dhe vjen tu mu tani që përdoj lopët e mirë. Së vjetë tonë, ti nuk flet në mentim, o vajtë. Në mentim flasun, ti nuk flet. Ti nuk po situat me Rogertin duke përdoj Juelën. Sto femër e ullët. Do me bëgë hamsterën ti. Ke zero bes, zero, kupton, një pa vlera. Ti e ngradë edhe me bodun fizike. Ti agresiv, o vajtë. Ke flet në krevat me burt martun? Ti ke andra me pa. E me jetu dashuri. O se ime, moj debile, o idiote. O idiote. Nuk ka shmaloj! Hajde! Shmaru, ikë Rogerti! Juela ka arrit domethënë disa pika që nuk mund të ofendoj, është bërë realisht versioni më i keq i saj. Të tre vinë me një gjuhë trupi jashtëzakonisht agresive kundrejt meje. Shko qarë të të
Ty mungon të vetëm një grusht me më dhënë mu më ftyrë, ose një bështym. Ja, merresh me shpife me mashtrime. O, Joela, e di se ti! Të arrogante, ofensive, femra që ka ofendu më shumë këtë shtëpi e ti. Shut up, bëllë tani, Fjalët e mia mos i përdor, se nuk shkojnë. Diva ai. Nuk është e aftë të kryoj asgjë të veten, nuk është e aftë të argumentoj asnjë situatë në mënyrë korrekte. Çfarë duket vetja ty, moj vaj, se të haj kështu, për mëngjesun ty. Joela, nuk i hapun shalet si hap ti këtu. Tur vi, moj vaj, shalet e mia e ke ëndër ti, janë madre natura. Ti do të bësh një Selin dyshi, duke nejt me Rogertin, edhe duke mbështetur njeriu më të degeneruar që nxjerr vetën vrer nga goja. Juela. Juela. Atëherë, Ledion, e nise shumë mirë ti në fakt, dhe të them të drejtën, kur unë kam hy këtu, normal që kam pas vështërsitë e mia, sepse unë nuk jam e njohur për publikun shqiptar, normalisht, vi si një vajzë e thjesht me ëndra të mëdha, do të thënë unë kam atë frazën time që me hapat vegjël me ëndra të mëdha, kam bo sakrifica në jetën time me shumë vullnet, me punë për muzikën, dhe kur më është ofru rasti Big Brotherit, është një ëndër shumë e madhe. Nuk është e lehtë për mu, do me thënë, të gjendem në një format televiziv kaq të madh. Në fillim e pranoj, nuk ka qenë e lehtë të dalëm pa shpirti im luftarak. Sigurisht që kur shikoj këtë video, nuk mendoj që është një video që më përfaqëson në mënyrën më të mirë, sepse po delëm pa, du me thënë, një juel agresive. Unë nuk jam një person agresiv, jam një person që zakonisht du të merrem vesh me njerëzit, du të sqaroj, por besoj që në momentin kur mund të them Rogerti ka ardhur këtu, Rogerti personalisht me mu nuk ka pasur kur një qasje negative ofenduese, sikur e ka pasur me shtëpin. Unë duhet ta gjykoj personalisht sikur e gjykoj unë. Dhe, do me thënë, ortakria ime me Rogertin ka linë në mënyrë shumë natyrale, shumë të rrjedhshme. Jam ajo që jam mundu gjithmonë t'i them, Rogert, lutem, ofendimet pakten, sigurisht dhe për meshkujt, po mbi gjitha për femrat, duhet ti ullësh sa më shumë, mos i përdorësh gati fare, sepse kemi shumë njëra tjera për të shpreh mendimet e tona, pa i ofendurën shumë njerëzit e tjerë. Por, të gjitha këto vajza, Selin, Greta, nuk flasë për Brikenën për ofendimet, por Selin dhe Greta janë realisht vajza që ofendojnë shumë në këtë shtëpi, kanë një fjalor tepër agresiv kundrejt meje, dhe nuk e kam kuptu pse, dhe kanë njës besoj unë që kur unë kam njësur të rri më shumë me Rogertin. Unë nuk kam frik, as nga Rogerti, as nga një banor këtu. A është një kimi keq Rogerti të këty, si që thoshin disa për tyre? Unë nuk besoj, absolutisht, por momentin që këta kanë njësur me sulmu mu, unë normal që do të ambroj vetën time, sepse më kanë thënë shumë fjallë, Ledion, më kanë thënë ti që rri me një burtë martum këtu, unë nuk kam qërë të ndaj me një burtë martum këtu për vetë se mendimeve, flasim edhe për lojen. A është të vërtet që ti ke një njohje me Mirin, edhe Mirin është takuar me familjarë të tu para se të hynte në Big Brother për të mbrojtur interesat e tua? Absolutisht jo, du ta shpjegoj edhe këtë gjë. Kur unë kam hyrë këtu, do me thëmë personi i parë me të cilin unë kam pas një afrimitet, mendoja edhe të sinqert, nga na ime është akoma i sinqert, absolutisht, ka qenë me Brikenën. Më kanë lidhë vlerat njerëzore, do me thënë pjesa edhe lozonjare, edhe Brikena besoj kanë zirë pa me mu një pjesë vetës vetë, me të ëmbël, e shikoja me tjertë më lojtare, me mu jo lojtare. Dhe ti e mohon eksistencën e bisedës që thot Brikena për ty që... Jo, nuk e mohoj. Nuk e mohoj. Në video ku doli para e mohova sepse nuk e prisja dhe nuk mu duk momenti kur ishim të gjithë në gjumë 4-5 mjesit sa ka qënë, nuk e mbaj më në tani, që të diskutoj me Brikenën për këtë gjë. Edhe pse 2-3 javët e fundit, qasja ime me Brikenën ka lindë sepse unë i thoja Brikenës, ti po bënd sa ndërhyrje në debatet e mia, ku ndoshta unë në një moment mund t'jem... Jo, mos më keq kupto. Pra, a i ke thënë apo jo Brikenës që je takuar me Mirin? Po, ja kam thënë. Po, ja kam thënë. I kam thënë që është folur për një dark, në të cilën unë e Mirin nuk jemi taku personalisht. Ja kam thënë këtë gjë, Ledion, sepse unë nisa duke pasur dyshime të vërtetësia që Brikena kishte me mu. Do me thënë, në qovë se Brikena
bënte ca ndërhyrjet të cilat unë i kërkoja, pse po mi bën Brikena në momente ku ndje me dobet, të mbaroj pak lutem ta shpjegoj, sepse unë nuk ta shpjegoj. Është shumë e rëndësishme, të lutem Stenaldo. Dhe Brikena, si kam thënë unë personalisht, si kam thënë Brikena, të lutem, pse po mi bën ca ndërhyrje ku ka 2-3 persona që mund thonë ca epitete, ca fjalë, ose më gjejnë ca shkaqe për tarte unë dhe ti, për shembull, unë pres që nga një person që më thot kam vlerësim të veçantë për ty, pres që të më mbroj. Ndoshta jam gabim unë, nuk e di, e perceptoj unë gabim, por unë këtë pres, sepse Brikena këtu brenda kësaj shtëpie ka mbrojt persona që ndoshta nuk fliste fare gjithë ditën ose kurrë me ta. Pra dhe mu më lindi dyshimi. Okej, Brikena. Dhe njësa duke menduar dhe i thash, prit le dio më falë, vetëm 2 sekonda. Kur i kam thënë këtë darkën, ja kam thënë edhe për të kuptuar realisht në qoftë se kjo një ditë, mbas edhe me strategji në atë moment, mund të ketë qenë drejt e gabume, por në atë moment kam mendu, nuk e di, ndoshta kjo i ditë do ma kthej mbrapsht, njërë për më sulmu, ose për të më bë të ndihem ndoshta më dot në moment. Dhe ta vërtetoj këtë gjën kur ta nxori, kuptova. Brikena? Atëherë Ledion, unë du ta them të vërtetën time në raport me Juelën. Unë fillim kam nejt me Juelën se Juela thjesht më ka pëlqy muhabeti edhe më ka pëlqy si person, do me thonë, në qoftë se me gjithë flistim për lojë gjana kështu, kur isha me Juelën këndonim, ose flistim në gjë jashtë lojë, do me thonë, kjo gjë më ka pëlqy. Mas ca kohe, vjen Juela, e cila vazhdimisht kur që drënte me mu më thoshte, unë duna me bo debate, duna me bo diçka, se nuk jam të dalë në prime, dua dalë në prime, edhe unë i kam thonë, të lutem se nuk ndërpreva, Juela, të lutem se nuk ndërpreva, të lutem se nuk ndërpreva, vesh një sekund, se nuk ndërpreva, Ledion, të lutem, a munde me fol, se nuk lojnë me fol. Juela, Juela. Jo, Greta. Edhe në momentin që, vesh një sekund, a mund të flasë, lutem? Edhe ka ardhur një moment ku Juela më thoshte, unë dua të bëj debate, dua të bëj gjëra, se dua të dal në prime, nuk po dal në prime, edhe i kam thënë Juela, kam thënë, nuk ke nevojë me boks si gjëra, nëse vjen një debat spontanisht bëje. Edhe domethënë këto gjëra që mi thoshte më stepshin për Juelës. Vjen një moment ku unë e ndjesha që Juela u përlojke me krejt shpinë edhe nuk i heske, domethënë nuk del kem prime gjëra kështu, edhe poshtë që ajo në çdo gjë mundonte me u kap me mua. Unë nëse nuk e kam mbrojt shumë Juelën, ka qenë vetë fakti se unë nuk kam dashur tjetër me thonë shif se kjo është një jetë tane, a ti po i del zot Juelës është një jetë tane, unë asnjëherë nuk e kam sulmu Juelën, deri në momentin që ne kemi qenë atje te Banaku dhe Juela më ka thonë, shif se këta tjerë po dojnë me bërë sikur se ti ke një flirt me Alesion, të lutem mos ju beso, Okej, Brikena, ato të pyes, ato ka thënë Juela që është takuar me Mirin? Vesh një sekond, po, tash do ta shpjegoj. Edhe në atë moment unë e pash se ajo ka dalë në prime edhe ka thonë që ajo e ka pa këtë flirtin me Alesin që nuk është e vërtetë. Edhe unë aty jam prek me Juelën, edhe unë jam një person normal dhe kur prekem është normale që nuk është se ditën tjetër shkoj e qeshje bëja hajgare me të, se jam prek edhe kam ai qëndrimin tim. Edhe në momentin që para se mu fut në Big Brother, mu më kanë dalë disa emra të cilë kanë qenë, domethënë personazhe që do futen këtu mrena. Edhe unë kam ujtë, domethënë me dalë me diko ose me shku me hangër një darkë ose me kriju në aliancë, po unë nuk kam desh me ardhë të mrena dhe mi njoftu gjithë të mrena. Para një muje gjysë, Juela ka ardhë unë dhe më ka thonë, shif se unë me Mirin e kam hangër i darkë bashkë. Edhe unë nuk kam, edhe kjo e sulmon të gjithmonë Mirin, domethënë nuk ka qenë dakord me lojën e Mirit. Edhe unë nuk kam desh me besu se këta dy mund të kenë një aleancë. Deri në momentin kur unë i pash që u bënëm bashkë, edhe më sulmun, atëherë thash, okej, atëherë thash tunë të vërtetën se ju mund të keni bë aleancë nga jashtë, me qenë se mund ke tregu se keni hangër i darkë bashkë, atëherë tregone se mund të keni një aleancë nga jashtë. Dhe për këtë arsye unë e kam thënë. Brikena më ka thënë mu mos sulmo kur Mirin. Kur mos e sulmo Mirin. Dhe unë i thash, po pse? E kuptova. Nuk kam se ta sulmoj. A je takuar me Juelën? Po me Juelën nuk jam takuar, por e vërteta është që unë kam pasur një telefonat para se të hyja në Big Brother, kam pasur një telefonat nga ca miqtë e mi, por bisedat që unë kam me ato miqtë e mi, shokët e mi sa janë shok, ne gjithmonë nuk është se i kemi kështu kaq serioze dhe kaq drejt për drejt, po e çfarë të kanë thënë? Bënde shaka me njëri tjetrin dhe kanë thënë që atje kur të hysh në Big Brother do kesh një gocë e cila kur të hyj brenda do prezantohet me këngën tënde.
Po pse bëre ti sikur nuk e njihje kur ajo këndoi këngën? Marova, një sekond. Tani unë bisedat kur I bëj me ata shokët e mi, ata e din shumë mirë, unë I marr edhe për të ngazmuar dhe për të futur provokime se ne këto gjëra bëjmë jashtë me miqtë tanë. Dhe asnjëherë nuk e kam besuar këtë gjë, thoja haj sa e kanë shaka siç e kanë ata. S'te kështu e kam marrëdhënien unë me ata. Dhe kur e pash këtu, pastaj aty e kuptova që ishte e vërtetë ajo gjëja. Edhe kaq ishte e gjitha. Po pse bëre sikur nuk e njihje kur Juela hyn në Big Brother njoh drejt për drejt. Thjesht kam dëgjuar në telefonat me atë mikun tim, shokun tim, që do hyj një person me këngën tënde. Edhe unë thash, hajde ato muhabetet tona, siç I kemi ne që ngacmojnë. Po, interesante se çka konotacioni merr kënga krejt shokët e mi, mbas dëgjojmë këtë histori. Monika. Vazhdojmë. Monika, ti hyn te shokët e mirit? Ore, patjetër që hyn. Ka frikën ta them. Ja dash fjalën Monikës. Patjetër që hyj ke shokët e mirit dhe nuk kam frikë ta them që e njoh mirin prej 27 vitesh, sa çka në fushën e muzikës. Megjithatë, ikim nga miri, shkojmë ke Juela. Hyrja e Juelës ishte shumë paqësore, ishte edhe ekzistonte edhe s'ekzistonte në shtëpi. Mua më ka tronditur marrëdhënia e Juelës me Senaldon, sjellja e saj, e cila ishte e pa kuptim me atë agresivitet ndaj Senaldos, që në fund ditës çai tha Senaldo, I tha që do kisha dash. Të kisha dash. Ta të kisha dash. Jo, nuk ka qenë për atë motiv, Monika. Jo, Monika nuk ka qenë për atë motiv. Shiko, unë ashtu e kam kuptuar. S'ka gjë, pastaj tjetër gjë se jo është e rëndësishme të shpjegohet. Monika. Nuk ka qenë për atë motiv, Monika, ka qenë bas Fides. Po mira, bas Fides. Monika thotë që mbasi ty Stenaldo të thotë dhe jeni aq afër, do të kisha dash, kthimi yt agresiv mbas Fides. Për një sfidë, më duket absolutisht agresiviteti ka qenë agresiv dhe Stenaldo me mua, Monika, mund ta garantoj. Mbas Fides O Juela, po nuk është mendimi yt moj, është mendimi I Monikës që ka të drejtën e saj të ketë atë mendim. Sikundër se cili prej jush keni të drejtën të keni atë mendim që keni. E respektoj, në rregull. Po nuk e respekton në momentin që I ndërhyni vazhdimisht. Okej, nuk ndërhyr. Kështu që për t'i rënë shkurt, domethënë, Juela ka disa probleme me sjelljen e saj. Aq më shumë në marrëdhënie me Brikenën, ku Brikena ka qenë shumë e qëndrueshme, dhe jo vetëm me Juelën, Brikena është e qëndrueshme me të gjithë banorët e tjerë në shtëpi për parimet e saj. Kështu që edhe ai këndvështrimi, unë shikoj një ndryshim 180 gradë. Nga njëra anë, anën tjetër, kështu që ka ndikuar Rogerti sipas teje, Monik? Nuk mendoj që ndikon Rogerti se sa ti e vet ajo që ja lejon ti, po, e drejt. Arber. Po, mendoj që ka pas një transformim të Juelës. Në fakt, Juela ka qenë një banore që për disa gjëra ishte e veçantë. Nuk ndërhynte kur nuk I jepeshe fjala, ishte edukuar, shpeshherë tregonte dashuri. Kam përshtypjen se është ndikuar nga hyrja e Rogertit, u ndje afër me të, u bashkuan disa interesa brenda lojës. Mund të ketë disa shkaqe tjera, por mund të them që Juela u kthye në një Rogerta në llojin e gruaje. Dhe nuk e di, a ishte ajo e para apo është kjo tani? A ka qenë në vete apo ka ardhur tani në vete? Kjo ngelet për t'u parë. Nuk e di se ku ka ofendu Juela, si kam ofendu unë Arber. O Arber, unë besoj që version më I but. Po jo, një shpirt luftarak, një shpirt luftarak I imi, nëse ka dalë pa tani, ka dalë realisht sepse shumë njerëz kanë sulmu faktin që unë qëndroj me Rogertin dhe për mua është e drejta ime të mbrohem nga shumë epitete që më kanë dhënë në mënyrë të padrejtë dhe kanë hiperbolizuar çdo lloj fjale. Kam një pyetje për Selin. Selin, ti ishe në dieni të njohjes që Miri kishte me Juelën ose të këtij episodi? Fatkeqësisht jo. Mbyllim lidhjen me shtëpinë. Vazhdoni të votoni për të preferuarin, vetëm pas pak do të shpallim kush është I preferuari prej jush deri më tani dhe ai ose ajo do të marrë më pas një vendim që ndikon direkt në nominime dhe televotimin që do të hapin për të shtunën. Kështu që votoni, kthehemi pas kësaj shkëputjeje. Një shoqe e ka prem pa besi, një informacion saktë.